Mazhoranca miratoi në seancën e kësaj të njëjtë kalimin për shqyrtime procedurë të përshpejtuar, projektligjin për turizmin në të cilin Partia Socialiste kërkon të sanksionojë pezullimin e punimeve të ndërtimit gjatë sezonit turistik. Pikat u prezantuan në seancë nga kryetari i grupit të PS, Taulan Balla. Të pezullohen punimet e ndërtimit për gjatë kohës sezonit turistik, duke garantuar një zhvillim më të qetë të sezonit dhe cilësi më të lartë të ofertës turistike në vendin tonë. Dhe gjithashtu, me qenë se po diskutohet ky projektligj dhe ka pasur prej kohësh disa propozime që kanë të bëjnë me sigurimin e një kuadri më të përditësuar dhe fleksibël të kategorive të strukturave akomoduese në përputhje me zhvillimet e tregut turistik. Edhe në këtë seancë mungoi Partia Demokratike, ndaj arenën e debatit e morën deputetët e rinj. Ligjvënësi i Partisë Mundësia, Erald Kapri, akuzoi qeverinë se po shet tokat e shqiptarëve. Kapri denoncoi rastin e dhënies së tokës në Vlorë ndaj një aktori turk. Qeveria ka vendosur të shesi Shqipërinë, të vendosë gjithçka në shitje, që Edi Rama të qëndrojë pushtet dhe po rrëmbejnë gjithçka që të mundet. Pra 1 milion metër katror tokë afërsisht për t'ia dhënë Osmanit. Dhe çështja është që pavarësisht se a dha me vendim qeverie, kanë dalë disa probleme sepse një pjesë e tokës klasifikohet si tokë bujqësore. Dhe që ta çojë deri në fund planin për t'ia dhënë Osmanit, qeveria po bën gati edhe projektligjin për ta sjellë në parlament që t'i dhurojë 1 milion metër katror tokë. Një tokë në Vlorë e cila prej dekadësh pretendohet nga familje vlonjate që po ende në gjykatave. Nga ana tjetër, Balla e sfidoi Kaprin që ta çojë dosjen në SPAK nëse ka gjetur një palishmëri, ndërkohë paralajmëroi se do të çojë në prokurorinë e posaçme kryetarin e Partisë Mundësia Agron Sheaj, pasi sipas tij, familjarët e kryetarit të Partisë Mundësia kanë vjedhur prona në jug. Nuk ka model më të keq në politikë se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ndërsa po zbardhet gjithë skema e pastrimit parave të Agron Sheaj, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, 5 fishon vlerën e një aseti nga 2.9 milion euro në 15 milion euro. Ja kanë bërë gati të gjithë dosjen gonës, pa tjetër. Ta kanë bërë gati sepse nga parate e vilës gonës je paguar ti deri në 9 shtator 2025. Faleminderit. Ndërsa deputeti i Partisë Lëvizja Bashkë Redi Muçi akuzoi kryeministrin Rama se nuk zbaton ultimatumin e Bashkimit Evropian për të shfuqizuar ndryshimet e ligjit për zonat e mbrojtura.